ju e pat. Ne bëjmë dhe gabime. Gabimi ishte shumë, ajo që ju patë, unë e kuptoj që ju një të mërzitur me këto firmat ndaj ati Eri Shabanit, avokatit Edi Rams, dhe u kërkojnë ndjeshun ju dhe të gjithë shqiptarve për ato firma që janë vu, të cilat në të vërtet u dhanë në një periudhë që u kriju një mbështetje për kandidatin e pavarur për Tiranën, nga të gjitha partitë politike. Por ato firma u tërhoqen, ta dini mirë, me gjithë se u tërhoqen me firmë, se cili që firmosi me firmë tërhoqi firme. Natyrisht, Edi Rama, në mënyrë më të pa skrupull, e zgjodhi atë, e gëzoft edhe Shabanin. E ti, ne do t'i përgjigjemi nesër mbledhet kryesia dhe i komunikon të gjitha vendimet. Por, mbi të gjitha, kryesia do marrë vendimet për të angazhuar në betejën vendimtare, betejën finale. Kjo është beteja finale e demokratëve. Po me kënaqësi.